18 maj, ngriuni për vendin tuaj. Rama ka lajfitur, Rama i lajfitur ka qenë me kohë, edhe pse e sollën me urgjencë nga Kreta në vitet 90 për ta katapultuar, dështoi. Pastaj Soros e përdori në vitin 97 kur filloi rebelimi i kuq komunist, ku bashkë me emra të tjerë anti-shqiptar arritën të kishin shkrimet e New York Times e kontrolluar nga Soros. Rama guxon që të cilësoj shqiptarët talibanët e perëndimit. Natyrisht që Rama nuk ka pasur asnjë qasje pro-kombëtare me të gjitha kohët që ai ka pasur një post zyrtar. Nuk është gjë e re. Paniku i tij është se e kanë përdhunuar më keq se kur e kanë rrahur 3 përbindëshe, 3 lindat. Linda e Akshit, linda e Tunelit dhe lindja e Surrelit. Ka shumë gjasa që tek përgjimet e SPAK, por dhe të agjencive ndërkombëtare, të 3 lindat ndërlidhen. Dhe në qoftë se nuk do të ishte dhënë ai urdhër ose pagesë për gjykatën e lartë, nuk do të jepej drejta që një nga këto përbindëshet monstruoze përdhënuese të Ramës arrin të flasë dhe të mbrojë veten me një logjik amatoreske, duke pasqyruar një ignorancë theksuar. Mund bëj një paralele. Kame, ish drejtori i FBI-t, ishte në një intervistë përpara 2 ditësh, por tha nuk do të flas asgjë për akuzat dhe procesin tim gjyqësor, sepse kjo është e ndaluar nga gjykatësi. E njëjta gjë me Bolton. Urgjentisht gjykata e posaçme duhet të ndalojë të dalin nëpër ekran këto lëtyra, këta ligavec, këto mbetje të antishqiptarisë dhe kusarisë madhore. Asnjë minutë në ekranet që gjoja janë kombëtare dhe duhet e tim se sa janë paguar këto intervista për të shpëtuar Ramën. Nuk shpëton dot. A e ndjen që mund të ketë nisur një pazar në korridoret e SPAK-ut për të shpëtuar një nga lindat, ato të Surrelit. Natyrisht që Rama ka vjedhur me miliarda dollar. Sepse është aksioner i fshet tek oligarkët që blejnë dhe guxojnë hotele në Manhattan, në Miami e kudo. Camden Island, ishulli i parajsës fiskale, ka gjurë me $100 milion nga Abibank. Viti kur janë kapur 2 llogari 2019. Arrestimet ndaj Sinaloës, 75 nën grata për tyre. Babalarët e tyre nuk i vran sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që kanë shkuar, 45 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestoj. Po mirë, po si bukurish. Dakord, po si? Po lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston se kemë faj. Pra Rama ka një trusni të madhe. Është oligark, më tepër se oligarkët e tij që emrat kanë, sepse Rama është aksioner i fshet. Ndaj ka pasur udhime jo në Aruba, por sidomos në vendet arabe, ka synuar të shes aksionet e tij edhe tek një kompani e madhe amerikane, BlackRock, që kanë pranuar. Rama po përgatitet të dalë nga skena politike i qetë mbase me pazar. Ëndra e tij mund të jetë që të marrë postën që dikur ka pasur Meta si president. Mund të ndryshojë kushtetutën, sepse kjo kushtetutë që ka Shqipëria është kushtetutë e prodhuar nga Greqia, dhe këtë e dinë gjithë. Natyrisht që kërkon të profitojë me blerjen e një fëmije të llastuar të zotit Trump, Ivanka Trump, dhe një figurë mediokre, Kushner, nuk e blet dot. Ai që quhet Deep State kontrollon. Dhe janë ata që mbështesin SPAK. Nuk ishte rastësi ardhja e pasuesit të Dumanit, Tymsit Braho, në departamentin e drejtësisë. Duhet këtë marrë dosje. Nuk duhet frerë më gjumë. Kanë kaluar shumë muaj. Ka drejt arrestoj. Familjarët e Ramës nuk kanë imunitet. Është e lehtë. Shqipëria duhet ndryshojë kushtetutën duke filluar
duhet shkri gjykatën supreme, gjykatën e lartë që quhet në Shqipëri, të cilët duken qartas që janë me ramën. Duhet ketë ligje të reja për drejtësinë, ku askush që ka punuar në drejtësinë e Hoxhës nuk duhet jetë më, kanë kaluar më shumë se 30 vjet. Pse? Nuk duhet ketë imunitet për deputet. E pa logjikshme. Këtu kryetari i marrëdhënieve me jashtë në Senat është në burg. Nuk u mbrojt tek imunitet. U arrestua, shkoi në gjykat, e lanë me gjykim të lirë, e dënuar me burg. Fakt. Në qoftë se Trump nuk do të kishte fituar zgjedhjet, Trump do të ishte në burg me akuzat monstruoze që kishte. Edhe pse kishte qenë dikur president. Sepse vendos juria dhe gjykatësi e pretensën. Deep State duket që e një mirë Shqipëri. Po marrë një rast. Kosternalçik, personi i cili ka qenë në Shqipëri vitet 95-96, kandidat për ambasador për që u bllokua nga republikanët, është larguar nga departamenti amerikan dhe ka pasur një shkrim sepse punon në NGO ku i bën një radiografi krimit të Ramos, Ballukut and Company. Ky është një nivel më i lartë se sa disa emra anonim që shkruajnë tek Washington Examiner, e cila është djathtas, por është dhe kundër zotit Trump. Lobimi i munguar mosnjohë e Amerikës bën që shumë dhe të fluturojnë. Por realja është kjo. SPAC kontrollohet nga amerikanët. Duam apo s'duam, shpresa aty është për të larguar një autokrat, dikush që guxon dhe i quhen shqiptarët Taliban. Trump është kthyer nga vizita dytëtore në Kinë dhe po të shikosh median e majtë europiane dhe botërore e denigrojnë Trump, e quajnë një vizitë të dështuar, por askush nuk e di se çfarë ka folur 2 orë Trump dhe Xi. Xi është një diktator, Xi është një komunist, përfaqëson një shtet diktatorial, i cili mund të ketë bërë rritje ekonomike, por nën Xi ka filluar të vijë. Vjedhin pasurinë intelektuale amerikane. Kanë vjedhur teknologjinë e makinave nga Europa. Vetëm me vjedhje. Shkojnë në Nigeri, ndërtojnë një urë dhe marrin naftën. Shkojnë në Greqi në Pire, po e marrin portin. Kudo ti në zarë. Por produktiviteti amerikan është disa herë më i lartë se ai kines. Nuk mund të jetë Kina superfuqie barabartë me Amerikën. No chance, no way. Sepse ka diçka shumë pozitive. Në Kinë drejton e keqja. Pra diktator vazhduesi Maos është larguar nga ideologjia fantastike e Deng Xiaopingit. Dhe keqja që ndron gjatë. I pat ato pallatet ku ftoi Trump madhështore, ato janë të zbrasta, sepse ai vret çdo ditë, spastron çdo ditë, largon çdo ditë. Në Amerikë mund të vijë keqja në shtëpinë e parë. Le ta zëm se zoti Trump është i çmendur. Por këtu e mira e largon të keqen sepse ka vot dhe ka vot lirë. Dje Kongresi kërkonte të kalonte një rezolut të ndalonte financimin e operacioneve ushtarake Trump. Doli 212 me 212. Pra, e keqja mund të mposhtet me vot. Dhe një kongresmen republikan ka thënë që në qoftë se vjen për votim, unë do të kaloj nga demokratët. Trump kërkon të bëjë një marrëveshje me Kinën duke provuar çdo gjë. Me tarifat, Trump është fitues në kinez. Pa tregun amerikan, ekonomia kineze merr fund. Janë 1.4 miliard vetë që duan të hanë. Po nuk shitën këtu. Dhe Trump këtë e di. Mori me vete ata që mund t'i quajë oligark amerikan për mbështetje emocionale, por për interesa biznesi. Se sa do funksionoj, askush e di. A e shiti Trump Taiwanin? Naturisht që Trump thot ne jemi 9.000 milje larg, ata janë 59 milje afër. Kam parasysh, ambasadori Bolton më ka thënë që kur e kanë diskutuar për herë të parë në zyrën ovale me Trump, i ulur atë resolute table, tavolinën e cila është bërë nga druri anijet pionerëve të parë që kanë ardhur në Amerikë, një tryezë e madhe,
Trump tha, e shikon këtë, kjo është Kina, Tereza, dhe mori një laps grafiti, të kmaja lapsit është Tajvani. Por gjua e kinezit këtë radhë ishte sikur po kërcënonte. Kjo gjuhë ka qenë vitin 75. Nuk është diçka e re në politikën kineze. Por kanë kaluar rezolut amerikanët me Reaganin që do të mbështesin Tajvanin me armatime. Ajo që Trump mund të bëj është të pezulloj për çastin rreth 11 miliard ose 14 miliard armatime për Tajvan. Kina nuk e merr dot me forcë Tajvanin pa përdorur armë thamore. Ka një deterrencë brillante Tajvani. Fundi kinezë janë da thanë Tajvan. Por Tajvani kontrollon microchipset. E Trump thot që ai vjet nga ne. Nuk është kështu. Ajo është arma më e fortë e Tajvanit, që zbulon topsinë e Kinës, e sistemit mashtrues, vjedhës, vazhdues të Macedonit. Asgjë të keqe që Trump të provon të Kinën për një lloj ndihme për Iranin. Por ai thotë që unë nuk kam nevojë. Trump në miratimin e Kongresit ka drejt ta shkatërrojë Iranin dhe do ta godas. Natyrisht që Trump është në një pozicion jo të mirë, sepse çmimet po rriten, jo vetëm çmimi i benzinës, inflacioni gjithashtu, sepse fundit luftë ka pasojat e saj. Çdo president amerikan ka çastin e përplasjes kur kokë i bie shmurit me kokë. Washingtoni madh e ka pasur me revoltën për taksat. Lincolni e ka pasur me disa humbje betejës tek lufta civile. Krizën që ka pasur Herbert, presidenti Hoover, apo Roosevelti madh kur u gjëndi pa përgatitur me sulmin në Pearl Harbor në japonezët. Po ka pasur dhe president amerikan, si Madison, i cili i shpalli lufta Anglisë duke harruar që Amerika s'kishte një ushtri. Ndaj dhe Trump këtë ka çastin e përplasjes murit me kokë, trysninë e çmimeve për prodhimet thelbësore për amerikanë. Mënyra se si flet është skandaloze, që unë nuk dua të ja di nga ana financiare për amerikanët, apo ne po fitojmë miliarda dollar me naftën duke shitur europianëve. No, amerikanët po humbin. Biznesi vogël. Nuk ka rëndësi se fiton Elon Musk në kompani dhe miqtë e Trumpit që kontrollojnë industrinë e naftës, jo. Dhe kjo do t'i japin dëshkim të mes mandati. Lajve Irani këtu shpreson. Ç'mund bëj Trump? Mund ta marrë me forcë Ormuzin, e ka marrë Reagan e dikur. E nisi goditi dhe u tërhoq. Mund shkatroj urat, centralet energjetik. Pra, në qoftë se ti ma do varkët e vogla musulmon, unë të shkatroj këto, derisa mullahat të dorëzohen. Askush nuk e di se kush e kontrollon Iranin. Janë 4 forca. Ajatollahu, nuk dihet është gjallë apo jo, pra teokratët, është parlamenti dhe të votuarit që nuk kanë një pushtet për që flasin si papagaj, më të këqind janë garda revolucionare, por më shumë rëndësi është ushtria e rregullt artesh. Aty ndërhyn e famshme CIA, sepse populli në masë të madhe janë kundër regjimit autokrat. Shumë thonë që Trump e futi në lojën e tani, a mundet? Siç mund thonin që Bill Clinton e futi Monica Lewinsky, por Bill Clinton i bëri diçka shumë të madhe. Çliroi Kosovën. Trump ka një përgjegjësi. Amerikanët e dinë që mund të ketë sakrificë, mund të paguajnë më shumë për gazin. Për benzin duhet shkatëruar Irani. Dhe Amerika është superfuqia vetme. Nuk mund të krahasohet Kina me këtë vend të madh. Nuk ja them se unë jam shqiptar amerikan dhe e ndjej potencën e këtij vendi të madh. Ky është vend i lirë. Pse vinë 600.000 student kinez në vit e studiojnë këtu? Pse vinë refugjat në miliona nga Kina në Amerikë? Sepse është vend i lirisë.
ku nuk ka tavan për askënd. Dhe ne, prindërit shqiptar, jemi dëshmimtar të gjallë, duke parë se si dhe sa ku kanë arritur fëmijët tanë. Në zyra që fëmijët e Ramës e politikanëve shqiptarë do kishin shansas për pastrues. Sepse kjo është Amerika. E dini sa baza ushtarake ka Kina në përbot? Një në Afrikë. Amerika i ka rreth 700, Anglia rreth 30. Kina po ngrihet. Po nuk mundet dot kur që Kina të konkurrojë. Europa po. Europa po të bashkohet, mund të konkurrojë këtë vend. Se aty janë me popullsi janë më shumë. Pa pasur demokraci, pa pasur liri, nuk mund të jesh superfuqi. Po, superfuqi e djallit, si dikur Bashkimi Sovjetik. Po Kina ka me mira probleme. Unë kam përbojën time. Doktoreshe, family doctor, është kineze. Ka studiuar këtu dhe sa herë që unë dhe mos i dëgjoj, vjen nga Shqipëria, propagandë, gënjej. Pyet një kinez që vjen si refugjat, tregoj realitetin që është atje. Ekonomia po bie, papunësia po rritet. Shi është larguar nga teoritë të madhit Deng Xiaoping, ka shkuar tek Mao Zedongi, edhe pse Mao e ka internuar dhe e ka jetuar në shpellë. Shi është një komunist. Përpara një viti ishte generalet donin ta zhduknin dhe ka qenë rreth shtëpie, i ka vrarë, i ka larguar. Kina vetëm vjet nga teknologjitë. Dhe ajo që më vjen është që Rama ka lejuar me mira makina elektrike kineze ty në Shqipëri. I bën sfida Amerikës. A ka ndonjë hetim dhe me certifikat mjekësore që nuk ka rrezatimi nga bateritë e prodhimit kinez? Duhet ketë. Duhet pa diskutim. Edhe njëherë, Ballkani është periferik. Trump flet në mënyrë sikur do të largohet nga NATO, do të shes Tajvanin, nuk merret me vendet e vogla, por Senati, Kongresi, media jo. Ky vend i madh mbështet lirinë. Do apo s'do Trump e kanë obligim për të mbështetur NATO. Sepse NATO ishte pranë tyre për mbasimet shtatore. Trump është Trump. Është atipik. Por ata që e votuan e dinë se në këto çaste Amerikës dhe botës i duhej dikush si Trump, që nuk është politikan, që mendon out of the box, i cili guxon e shkon që të krijojë idenë që mund të japë Tajvanin. Tabu e madhe. Trump kërkon të bisedoj, po e lë në mënyrë pafund Iranin për Trump do godas. Sepse e përfaqëson superfuqinë e vet. Dhe ky vend i madh është një vend që e ndrojnë edhe nga vendet e Europës perëndimore. Këtu vinë, e dini ju se janë me mira vajza nga Irlanda e djem që punojnë kamarier pa letrën në Manhattan, po nga Greqia sa vinë, po nga Shqipëria, sepse është një vend ku nga Kuba rrezikojnë jetën, ikin me notë për të kërkuar azil, se bën kusht për të shkuar në Kinë. Dhe Kina ka një përgjegjësi të madhe. Për mua duhet të paguaj miliarda dollar për virusin Covid, sepse ishte një armë biologjike prodhuar në laboratorët kinez. Por mëkati fillon nga Obama, sepse donin amerikanët, ushtria të krijonte një virus që të realizonte këtë, por Obama e kaloi me sap kontraktën në Kinë, e pa kuptim. Unë shpresoj se ndaj Ballkanit, ajo rezolutë e thjeshtë atyre kongresmenëve që kërkojnë të fusin NATO Kosovën, do të ringjallë platformën e Xhezi Helmsit madh. Kam pasur fat që e kam takuar disa herë. Njerëz tillë, senator klasi si ai konservator, jo si zoti Trump, really, na duan. Unë shpresoj.
edhe parë do hanë, edhe gjak do derë. Ramiz Alia. Hipokrit në servil. Plak e agjenturës. Spunja më keqe në politikë. Memesheu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikombëtar. Neve s'bëjmë çuditëra, jemi marksistë. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar. Këtu. Enver Hoxha është një jeniçer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat pushtetit popullor. Nexhmia Hoxha. Pjesë e setit të agjenturës. Nexhmi Hoxha është panterë zezë. Zonjusha me flokë të thinjura. Babalarët e tyre nuk i vranë sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestoj. Kudo në Shqipëri.